Ndërmarrja e shërbimeve publike në Bashkinë e Liboovës ka nisur punën për ndërtimin e mureve dhe asfaltimin e disa rrugëve në qytet dhe fshatrat e kësaj bashkie. Konkretisht në disa lagje brenda qytetës që janë problematike prej kohësh, si te Qefush, ca ushate të tjerë, prej vitesh nuk kanë njohur investime duke bërë që rrugët të degradojnë amortizimin e skajshëm të tyre. Ndërhyrë në disa fshatra, si në Stegopull, si në Su dhe në Labov të sipërme, kemi ndërtuar disa mure mbajtës të rrugëve në qytet, në fshatra, si në Pravisht, Labove sipërme, dhe po vazhdojmë aktualisht në lagjen Qaushat me një mur mbajtës të rrugë për të zgjeruar atë rrugë. Është bën asgjë deri sot, jemi me këto projektet e reja për t'i bënë si lagjen e Qevajve, lagjen të Qefush dhe këtu në lagjen Qaushat do ndërhim tani së shpejti për t'i bënë me beton këtë lagje. Përgjatë kësaj periudhe, është punuar duke shtruar me çakëll disa pjesë rrugë derisa të kaloj fondi plot nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit për asfaltimin e tyre total, duke ofruar më shumë shërbim për banorët dhe drejtuesit e mjeteve.